Pas arrestimit në ndyshimet për korrupsion, ndaj Roven Zekës, shefi i qarkullimit rrugor në Tiranë dhe Edison Tabakut, oficeri i policisë gjyqësore, në prokurorinë e posaçme ka mbërritur një kallëzim i ri, ku ata akuzohen për shpërdorim detyre dhe pjesëmarrje në grup kriminal. Enver Sinakoli, Kunati Ardian Çapjas, ky i fundit i dënuar me burgim të përjetshëm, pretendon se Zeka bashkë me Ulian Shpataraku dhe zëvendës prokurorin e rrethit kanë manipuluar provat ndaj djalit të tij në të paktën 2 raste. Enver Sinakoli është babai i Ardit Sinakolit, një prej viktimave të masakrës së 3 shkurtit 2016 me 3 të vrarë dhe disa të plagosur, ngjarje e cila edhe sot mbetet pa autor. Ai thotë se nuk e ka bërë kallëzimin më herët pasi nuk ka besim te institucionet, por sot që spak po heton Zekën dhe vartësitë e tij, vendosi të dorëzonte provat. Sinakoli pretendon se Zeka dhe i besuari i tij Ulian Shpataraku dilnin në terren e Elbasan me makina luksoze pa shenja dalluese dhe bënin aksione të palishme pa urdhër prokurori. Në kallëzim, Sinakoli pretendon se ngjarja e parë manipuluar është ajo e datës 15 korrik 2023, ku djali i tij ishte duke udhëtuar me një automjet. Kallëzuesi ka pretenduar se nga automjeti është qelluar me armë, por në vendin e ngjarjes nuk u gjet asnjë gëzhoj nga oficeri i parë gjyqësor. Por oficeri i dytë, Edison Tabaku, pa patur urdhër prokurori, ka përpiluar një proces verbal sikur kishin gjetur gëzhoja në vend ngjarje. Episodi i dytë lidhet me ngjarjen e datës 19/9/2023, ku Marlen Goxhaj po udhëtonte me mjetin e tij, kur policia pretendon se i ka bërë shenjë të ndalonte, por ai ka refuzuar, ndërkohë që Goxhaj pretendon se në momentin që është nisur të dalë nga parkimi, në sfond në krye të rrugës shfaqet një BMW X5 e bardhë me xhama të zinj dhe një Range Rover i bardhë me xhama të zinj, të cilët i bllokojnë rrugën e daljes. I friksuar dhe duke parë 2 automjete luksoze me xhama të zinj, Marlen Goxhaj ikën mbrapsht në mënyrë që t'i shmangej 2 automjeteve që i bllokuan rrugën. 2 automjetet luksoze i vihen nga pas dhe e ndjekin në distancë. Ai pretendon se automjetet luksoze nuk kanë asnjë shenjë dalluese dhe nga makinat nuk kanë zbritur asnjë person apo punonjës policie apo individ me uniformë të policisë që të bënte të mundur që ai të dallonte që ishte policia. Për këto 2 episode, Sinakoli kërkon hetimin e Zekës dhe Edison Tabakut, si dhe të zyrtarëve të tjerë të prokurorisë dhe policisë së Elbasanit.